Profesor, në realitet po bëhen goxha shumë vite, punë shkencore, punë pa fund, të grumbulluara në shumë punime shkencore, ishin pa fund. Me i lexu me radhë, e kam pak ndoshta të vështirë, po kaloj më shumë në këto libra, nuk e di si ti radhis, kemi mi radhit ma mirë, shkojmë kështu. Ilirët, Epirotët, Maqedonët dhe Shqiptarët, Pellazgët, origjina jonë e parë, folëm. I ke përmbledh krejt punimet, apo të kam bërë diçka, do t'i plotësosh? Këto dy libra që ki është një komplet enciklopedik me 4 vëllime, me 4 volume, 3000 faqe, 25 vjet punë. Pjesa parë është Pellazgët, origjina jonë e parë, pjesa dytë është Ilirët, Maqedonët, Epirotët, po. Pjesa tretë është Shqiptarët në prandën osmane, pjesa katërt është Shqipëria dhe Shqiptarët në fillim të shekullit 20. Ilirët, Epirotët, Maqedonët dhe Shqiptarët. Që na kanë hyrë Maqedonët që tu? Ka qenë Ilir. Kanë qenë Ilir. Ilir ka qenë, s'ka pas Maqedon. Slavë Maqedon kanë ardhur shumë vonë, slavët kanë ardhur në shekullin e 4 në pjesën e Bavarisë, atje në pjesën e Prusisë, ndërsa në Ballkan kanë ardhur në shekullin e 7. Epiri ose sot e quajtur Shqipëria. Po, kjo është bazuar, qëllimi kryesor i kësaj vepre ka qenë me demantue historinë false të grekëve të ri dhe të popujve tjerë slav, dhe është një hartë e vitit 1601 të një autorit Lorenbergio, i cili e qunë aty Epirus Hodie Vulgo Albania, në gjuhën latine. Shqip i bjen Epiri ose sot quhet Shqipni, po jo Greqi. Qëllimi kryesor i saj ka qenë aty, edhe janë 2 pjesë shtojës, njëna është një dokument që kam zbuluar në vitin 1854, e ka zbuluar faktikisht Dr. Georg Hahn, ai ka vdek, ka pas me botuar, thot është dokument në gjuhën shqipe, dialektit geg, edhe është në shkronjat të panjohura që kondicionojnë me gjuhën etruske, me fjalët etruske, dhe vllau i tij, Friedrich Hahn, ka qenë kryetari i Këshillit të prokurorëve të Leipzigut. Atë dokument e ka prunë në Vjenë, e ka dorëzuar me protokoll, dhe thot do t'i dedikohet shqiptarëve që herë kur ata linguist famshëm po në skem, thot që ta përkthejnë, ta bojnë komplet. E dytë është një artefakt që u gjet në fshatin Tem, këta që e kanë gjetë një farë hyneshë në Fran në 1954 te territoria, e kemi na pe ceramikës në muze. Hyneshja në Fran dhe e kemi simbol të Prishtinës. Një vendasimi në Sajt Canaj, e kishte gjetë duke livruar tokën. Mund ta e veni kosh një, nuk e thoni si thonë si farë që me drith që është pe botës, pe ceramikës, që është muze, që aty e ka gjetë pe bronzit 5000 vjetër, e kom marrë në Vjenë, e kom konsultu në Gjermaninë me doasi, thot, ju i thoni hyneshja në front, na nuk i thojmë ashtu, thot, por është e ngjashme me ta, është e vjetër 5000 vjet, edhe ata kom dorëzuar në muzeun kombëtar, bashkë me ish Zaven Skërmiq në Romanaj, me protokoll dhe kom u publiku më vonë. Nuk e pas kelon dhe Belvedere në Vjenë, sikur pash Skënderbeu. Lumë ti mo i Shqipëri thash, armët e ti kur i pash. Në Belvedere në Vjenë, sikur pash Skënderbeu. Na infrashëri për armët e Skënderbeut që janë në Belvedere. Shkon Belvedere në herë? Unë nuk konë Belvedere, kanë qenë Belvedere në Konaimi, tash në Muzeun Historik Kombëtar të Vjenës, janë në katën e parë në dhomën numër 6. Petin edhe saktë, në na kallëzu si kur shkojmë. Se vjen shumë keq që kom pas fatin, po ja kam caktuar detyrë vetes që një ditë kam e vizituar edhe atë. Krejt kjo puna jote shkencore është grumbulluar në sa libra te tash? Në 15. Të gjitha janë pro nacionale të Austrisë. 15 libra. 5 janë me recenzent ndërkombëtar të njohur. Me recenzent ndërkombëtar të njohur. Të gjithë profesor Dr. Poc, profesor Dr. Peter Fischer, profesor Dr. Leopold Daver, njëri drejtori i shkollës tretë, drejtori i Institutit për Drejtën Kishtare, tjetri profesor i njohur ndërkombëtar për teorinë e së drejtës, shumë i famshëm, tjetri drejtor general i Arkivit Vjenës e Arkivit Monarkisë e tjerë e kështu me radhë. Mirë, po që ta janë të bindun që qëtë historinë tonë duhet ku të ka libra me shkru dhe me pranu që qështu është. Mi qunë gur themeltar për këtëllimin e historisë. Gur themeltar, të lështu. Ati kemë paratonje. Papa shqiptar, Clemens, i 19, Albani. Gjatë punës shkencore, gjatë studimeve në për hulumtimeve në për arkiva në Italit, e gjete këto të dhëna, apo prej nga genealogjia e familjes Albani.
nga Urbino e Bergamo të Italisë. Recenzenti është Universitet Profesor Dr. Poc. Shkova në zyrën e tij, thash kam dokumente se kemi një pap shqiptar, dhe ai qesh, i tha pse? Richard Poc. Po. Vetëm sa pse është Albani, thash jo, po kam dokumente, tha ma gjen një dokument, kam ta bërë recenzimin, ja çova 50 dokumenta dhe kam zbuluar në Rom pemën gjenealogjike të familjes shqiptare Albani dhe quhet në dokumenta Clemens Undecimo Albanus Urbinas, Clementi një shqiptari nga Urbino. Dhe aty një pemë gjenealogjike, në fund është Kruja, Stema Skënderbeut, aty shkruan Mikelaçi albaneze, Mikelaçi shqiptar, ai ka pas 3 djem, Andren e ka pas, Gjergjin dhe Filipin. Për Andren vetëm te Illyricum Sacrum apo Illyria e Shenjtë përmendet, ndërsa këta dy Gjergji dhe Filipi përmenden në gjitha dokumentat dhe kanë shkruar me detyra të caktuar ushtarake edhe diplomatike me 1464 dhe mu profesorët austriak dhe gjerman ma kanë pranuar që kom thy një teori të diplomacisë, se në diplomacia në 3 faza, faza kasnezve lejmtarve, faza e përfaqësisë diplomatike dhe misione diplomatike apo ambasadave. Dhe tash të mësuar në domani atje se Nikodemi është institucioni i parë i përfaqësimit, një person i stacionuar në pallatin mbretëror nga Milano në Firenze, por ka qenë me 1465, ndërsa tash u zbulu që Gjergji dhe Filipi, kapiten Skënderbeut, në kanë shkuar në Urbino, ka qenë si sot Brukseli, janë instaluar me 1464, një vjet përpara. Dhe tash domon themeluesi i parë i diplomacisë të përfaqësuese janë Gjergji dhe Filipi, kapiten të Skënderbeut. Nga i zorë shqiptar, profesor, është pak... I kënë libër dokumenta latinen, të e komplet original. Papa Piu, Klementi i pari, 2, 3, 4, 5, 6, a janë të kelmendit tonë? Ata përmenden si i lirë. Por ky pap ka qenë ai i cili nuk ka pranuar të bëhet pap, pa u quajtur papa shqiptar. A pa e quajtur papa shqiptar? Edhe ky ka me ita dekanta se si pap nuk ka dhënë më bon, gjithë i konklava, thot nuk i kam përgatitit, por Evropa ka ndërhyrë, ka bën një pap të mençën, stabil, i cili e balanson konfliktin austriak dhe francez për Spanjën. Ndërsa ky në vitin 1703 e merr detyrën e parë dhe aty nga ky moment deri në 1721 më shumë ka punuar për shqiptarët, se si kardinal ka mbledh dokumentat vjetra, ka ti komplet Illyricum Sacrum. Mandej ka lënë atë Filippo Riceputit me bënë një projekt, ai ka vdekë, ka lënë Danilo Frlati dhe Jakob Koletit, 150 historielistë 2. Me 1703 ka formuar Akademinë Diplomatike ku janë shkolluar 12 pap, ka qenë qeveritari i Romës, është i pari që ka bë kopshtet në Romë edhe kanalizimin, por nga aspekti shqiptar kombëtar, vitin 1716 e ka angazhuar atë Maria de Leçën me bë gramatikën e parë gjuhën shqipe, e kështu me radhë, pra ky ka qenë një prej patriotëve më të mëdhenj i cili është përkushtuar tërë jetën për historinë e popullit shqiptar dhe për kombin shqiptar. Profesor, këtë punë shkencore që po e ban, to hulumtime, këto gjëra, i ndërton dal nga dal në formë kumtesa shkencore dhe po themi, se nuk e disi, dhe si të tilla, a i dërgon edhe, i prezenton edhe në për simpoziume, sidomos në gjuhën gjermane se ke problem. Po, jo nuk ka problem, por her pas here po, por më tepër ka qenë për mua që të lë libra vepra, të cilat s'mund mi kundërshtua askush, të cilat ta zbulojnë historinë e vërtetë të popullit shqiptar, që një popull i vjetër, sepse ka dëshmuar Evropa, ka dëshmuar te shekullin e 18, bastardhimin e mon shekullin 19 dhe 20, dhe mu për këtë arsye misioni jam ka qenë kombëtar historik dhe për këtë arsye tërë pasoninë familjare e kom shpenzuar për këto hulumtime dhe për këto publikime, por nëse më lejon, po edhe po vazhdon. Po vazhdoj, po nëse më lejon mi përmend në disa raste që edhe mi kanë botuar disa për tyne. Këta me i falendru këta tonë, kena me ardhë aty, se jo marrë të mesjeta, me të pyta, jetu marrë me mesjetën, ke fol në takimin e përbashkët që kishim për më në ardhë në emision, ke thonë se jam të marrë me një periudhë interesante, me Qypërlit që kanë dhonë shumë, Jo, ka qenë me Qypërlit si e marrë, por ma kanë imponu me marrë doktoratën e dytë, të cilën më kanë pengue një historian nga Vjena që kanë bon këta në antarë të akademinës, sepse për komarën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, dhe ai ka qenë kryetari i komisionit dhe është sot, dhe kanë bërë antar të akademisë, që është një slavist,
dhe thotë se historinë e Skënderbeut unë e përmeni shpjegoj me interpretime. Dhe e dyta, një gabim tjetër që e kom vrejt të aj, po ashtu që është teori serbe se shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë janë ndryshëm. Kështu ka thonë në Serbia dhe Miloševići Albanë si shqiptari. I shqiptari. Dhe kështu që historia e mesjetës është pak më e ertë, unë e kam bën në pikat gjata, por në themel, në esens është periudhë gjatë, 2000 para Krishtit dhe 2000 mas Krishtit, Janë goxha 8 shumë. pika s'ku mujt një prek, por Nuk jemi të ndryshumër, profesor. Shkojnë Sarand, krejt e shoh vetën aty. po ata një këtë Evropa Shkojnë Bajgor, krejt e shoh vetën aty. Nuk jena të Kërkush rrët na ndryshumër. vetëm njerëz të cilët nuk kanë tru ose janë të shitun. Ne jemi gjithë. Duhet shumë kurajo, shumë punë, shumë përkushtim, po edhe mbështetje. Atë kam mbështet në i kush këtë punë. Unë e kam qëtu një listë për mësme arru, disa, kam do falëndërime, janë në 3 drejtime, të cilët unë nuk kam kërku. E kom një familjare, e kom që në ullëm time. Nuk kam shku për doktorat as për kur gjë. Por nuk kam qara pa i përmen që para disa kohë më ka ftu një doktor Simon Puta, 5 herë, i kam marrë delegacion dhe thaun du më të adhuru në borën të më durs një plac, një dëllim. Zisha shkon dëllimi, ishte dhetari. Mandej është një patriot i cili ka qenë ndjekën politikisht dhe ka ikë në Zvicër, është vllau i Ibrahim Shalës, zëdhën se FSK-s, është Osman Shala, i cili më ka thirë eja urgent në Suarek, ku shkova shkakorisht ta, unë ta kom bën gati që dokument e kom përthyr në katastër dhe këtë në shkruje 7 ari trull dhe i ki për historinë kombëtare, për angazhimin tanë, shteti s'ka një mu, i ki të gojë dëllosit, më ka përthyr. Pjesa e dytë, botimi domon financiar. Do të me falendru presidentin historik Kosovës, dr. Ibrahim Rëgovën, i cili botimin e parë të librit Papa Albani ma ka financuar. Mandej Ismail Shurdaj është një farmacist, e ka një ekip, një depo të farmacisë bashkë me një Gjerman, edhe një profesor doktor, ai e ka financuar librin botimin e dytë të Papa Albanit. Këta kanë qenë Ismail Shurdaj, profesor doktor Shejf Kasniqi, edhe Christian Ervin nga Austria. Pastaj një botim të parë të Pelazgë ma ka botuar Sabrina Vosella. A Sabriu? Mandej Mohamed Hasani mi ka botu 2 botime, Pelazgët botimin e dytë, 8.000 euro, kjo është shok i Zahir Pajezitit, e ka marruat Shqiponin Podrjev 20.000 euro, dhe si vullnetar, si sponsor, ma ka investu librin historik 4 vëllime me 16.000 euro. Dhe unë e falenderoj. Pastaj këta, domon ka qenë edhe pastaj është një avokat nga Shqipëria në Vjenë, kishte shku 5 vjeçar atje, tash avokat shumë i zoti, ai mi ka qu një ndihmë, ndoshta kesha me problem, me $3.000 më ka financu disa dekorime, disa është quhet Ervin Tinaj. Ervin Tinaj. Shumë patriot, thotë, kudo që t'jesh, për ndaj botim lajmëror ton, ishte shumë i zjarrt, shumë intelektual i madh, shumë patriot dhe falenderoj. Mandej një Hamës Ladroci është, i cili po ashtu më ka ndihmuar në 2 botime. Dr. Stefan Pinguli është drejtor kryetar presidenti i Akademisë Alternative me Sazan Gur në Shqipëri, e ka hotelin Stella dhe birën Stella, ma ka botuar librin Epirus Hodie Vulga Albania me 8.000 euro, dhe të tjerë, prandaj gjithsej botimet, do më tjera një 10-11 i kam botu vetë me mjete financiare, hulumtimet arkeore vetë, licencat vetë, e kështu më radhë, po du të tash edhe segmentin tret, po dal pak të një segment shumë shkurt, unë kam pas një sfidë të madhe, jam djeg në kamp, kam pas 4 operacione, do të me falendru një doktor Aram Gashanin, kardiolog vaskular. Aram Gashanin, unë e doktorat i duar të rëkas fort, se vetë jam doktor e i du shumë. Ndërsa në Austrik, operacionet tjera që kanë kry me sukses, edhe 3 tjera, ka qenë doktor Maho, krye mjek i spitalit kryesor, Allgemeines Krankenhaus, spitali i përgjithshëm në Vjenë, edhe mjekja familjare që kujdeset që 16 muaj dhe mi ka shëruar gjitha plagët, është doktor Monika Saringa, e cila çdo 2 ditë ma ka interesu në rrimin e plagëve e këtjera tjera, edhe e kom përmend të 2 i kom përmend libër, dhe në befasua se çfarë intelektuali kanë librat në zyret e tyre, edhe e kom qu me një muzikë klasike të gjitha ta, kështu që kam lënë një përshtypje jashtëzakonisht të mirë, më shumë më pas për shqiptar se për vetën nuk më kry punën, por
janë befasu se si një intelektual i tillë, ja kom paguar edhe karrocën me kual që në Vjenë ka një orë shëtitje dhe janë befasu me kulturën tonë. Si qytet ky Prishtinasi ynë që po ashtu të ka thonë bjerin koncert këta miqtë tu, ma the atë ditë. Po, kjo është, se harrova me përmend, kjo është Adrian Fejzullahu nga Prishtina, në Vjenë ka një më shumë, mi ka qenë koncert, do me një vlerë ka shpenzu me 1.000 euro për biletët kryesore në muzikës klasike. E po bukur shumë, profesor. Po shteti kështu, atë kam shteta, ta kam shtet. Asë një cent. Asë një cent, kam qitë të qeshë. A të kërku dhe i herë? Kam konkurru në Ministrinë e Arsimit dhe të Fëmijës e Jashtme. Leresh muj na me thonë veç ta kanë shtet. Nuk kam shtet heq. Si dush thuj, por kryesor është që... Po ka një gjatë bukur në këtë mes. Ju jeni dekorun nga presidenti i Republikës Shqipërisë, që është, mendoj që është gjë e ma bukur që të ka ndodhur në jetë. Në vitin 2018, 2 shoqata të Austrisë dhe 2 Gjermanisë kanë bërë kërkesë te presidenti i atëhershëm, më dekoruar me titullin kalor si Johan Skënderbeut, që në Kosovë nuk derisa më dekoruan atëherë vitin 2023, nuk është dekoruar askush, por kanë bërë kërkesë edhe 2 institute, 2 qytete e tjera dhe janë dekoruar me titullin kalor si Johan Skënderbeut. Pastaj në Fushars është që e du shumë Fusharsin, për këto arsye nëni që e kanë bërë një monument që ka qenë një tragjedi që në zanzët tonë, për me pa Shqipërinë për mërëmit matorës, në myrë atje, e kanë bërë një mauzolem aty, e kanë bërë një mauzolem një Dod Luli, e kam si vëlla, shumë mbështetësimi, ka pas raport mirë me kryetarin e bashkisë Frantucin dhe e kanë dërguar memoralin e qeverisë partë Kimzës. Një vjet para pavarësisë e kanë shpallë ata, por të rëndësito që një Arbresh i cili ka qenë patriot i madh, ai është ekzekutuar nga regjimi i Enver Hoxhës në vitin 45-46 dhe së fundi më ka dekoruar me qytetar nderi edhe Puka nga Shqipëria që ka qenë një Puka Migjenit. Puka Migjenit dhe iniciativën për Puka ka qenë Lodovik Hasani, i cili është deputet i Parlamentit shqiptar dhe unë kam qenë dhe jam i dekoruar 3 herë në Shqipëri dhe një iniciativë tjetër s'po përmeni, por Shqipëria mu personalisht më ka dalë hak me gjitha. Profesor, keshi tokë, ka rrezik edhe qëto që ti kanë thonë që i shetë për këtë shërbim. Kjo zonja juaj nuk e ka pas let me juve? Aja ka një merit madhe. Sa të ka suportu? Aja ka një merit madhe. Sa të kam shtetë se më ke thonë që është suporti. Me alegori më tha që thuj sa është mbështetja lorë. Një me lorë qysh ke kalu në provim të profesori, se që tash tha, unë e ku pas studente. Në qëfar notet ka dhonë? Prov të regote? A unë? Jo, tha nuk e di, dishin një notë mirë. Unë nuk dashta me të regu aty. A vjetë se? Unë nuk dashta me të regu me ka pas qenë, por ka qenë një të studentët më të mira. Më ka marrë shumë në universitete. Mos e lardo se i rritet menja, atëna i tu s'ka që e qetë në vijë. Po nuk ka, unë s'kam punë mo, kur gjo? Jo, na du me thonë vetëm një gjë për profen. Ka qenë një prej profesorëve më të mirë dhe që të gjithë studentëve na ka shëndru në vesh, na bune për veti, me ndëgju ato që ka na tha si kur sonte në emision. Sikur se sonte, që i gjithë spektatori e telespektatori janë si e vesh për këto gjara te për të bukura që përna i thëtë profesori. Edhe unë i sugjeroj profesorit, tash ka mundësi, s'ka nevoj me pritas në i televizion, se na i kemi ato tonat. Është YouTube-a, profesor, qete telefonin edhe foli telefonit edhe të t'ishte gjë shumë e bukur si ore a pare, 2, 3, 4 e historisë. Po vazhdoj të shoqja që më pyte. Jo, po këthehemi, nuk leo me harru. Na, sa bukur të harru. Unë harru. Ata në Shqipëri e kom pa me një emision, thot, tangos mund të kthej një njeri, pa qenë 2 vetë. Një. E dyta, aja ka merit më të madhe për mu, sepse aja për kujdes për fëmijë. Unë një për vepa ja kom kushtu asajna, edhe ka qenë domon... I ke kushtu zonjes vepër? Vepër është Pellazgët, po i dedikimi. A i dedikohet asaj? Dedikohet asaj. Edhe si quhet? Po Pellazgë botimi 2. Gruja si quhet? Kada Maloku Zenelaj. Kada Maloku Zenelaj. Ne ka bërë 6.000 të dëkum, e kam gjithë shkollum, njëmë e ka një firmë të vetën, Adelina kirurge e dhomëve me 2 specializime në Gjermani, Hajria dhe Dionisian arsimtarët Gjermanëve kanë shtëpiat e veta, edhe djemët i kam në bashkinë
banesa që për në zyre, binesh materia ta sfidojmë A martuar. bine që i bone më në fund, Gruaja i boni, po... Ajo i boni. Po, Po, veç bashkë keni godit. po natyrisht, natyrisht. Zoja nderuar, zonja Kad, na të duhet të klasim e të përqafojmë për i këtu se tjetër s'kemi mundësi. Jetë falenderojmë që Kozanstiru konë me i qëndru, nuk krejt pare të këtë senet, tu këthy vone, tu këthy nejheri nervozume, i mërzitur e kështu. Shumë herë jashtë shtëpisë, shumë herë në teren, Shumë herë në teren, shumë herë në jashtë Kosovë, shtëpisë. në arkive, këtë jetën. Për atë arsye e kum falenderuar në libër, dhe natyrisht secili libër i dedikohet nga një fëmijës tim, me dedikim, e një pa mesat është i kem bë plot. Po ju vetë sa fëmijët baba të prindve tu i keni qenë? Na kemi qenë... Edhe jeni? Nëna ime ka pas 14 lindje. 14 lindje. Gjithë, vetëm 6 i kanë jetuar, gjithë i kanë 10 moshën 5 vjeçare, 6, 7, jeta vështirë. Ka qenë një shotë e gali. 14 lindje. Kemi qenë 4 vëllezër e 2 motra. 2 vëllezër kanë ndru jetë, më i madhi në moshën më 3, 46 vjeçare, është humb jetën në Gjermani, ndërmjetari. Ky tjetri para 1 vjet e gjys ka ndru jetë 5 muaj sëran. Unë ata i falenderoj se më së pasen ata më kanë shkollu deri në Prishtinë, deri në mesatorë. Kanë shkollu, të kanë përgatitur, të Ata kanë ndihmuar, kanë të dhënë kanë gjithçka për mua, për vllazën, edhe për fëmijën e tyre. Domthonë qelsi i suksesit tem ka qenë ana financiare, ndërsa gërbeti tyre që më dhëm akoma për jetën e tyre që nuk e kënaqsh me fëmijën e vet. E që i duar të kasën. Profesorin Derun, çka ke në plan? Çka je të botash? Çka do të bësh? Unë në plan tash më thon drejtën jem të punuar që sa kohë jem të punuar për një enciklopedi, një komplet me 5 vëllime, e cili do të del ndoshta vitin tjetër e përgatiti komplet, tash tani 70% ka marrë, është personalitetet më të njohura ndërkombëtare nga radhët e popullit shqiptar i Ilio Pellazg. Kom filluar prej Likaonit, prej Dardanit, kom filluar prej Akilit, Agamemnonit, Aleksandrit Madh, Aleksandrit Mollas, Piros 1, Piros 2, mandej mandej te Konstantini Madh, Justiniani i parë, Justiniani i dytë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Papa Albani, generali kryesori i Habsburgëve Gjergj Dhimitër Basta, që ka qenë me 1596 generali i Habsburgëve, guvernator i Hungarisë, që quhet Siebenbürgen, pjesa veriore, edhe i Vllahis apo Rumanisë sotme, dhe teoria e tij e kalorësisë është mësuar deri në Amerikë shekullin 17. Mandej te pjesa tjetër e kemi Gjergj Karl Anton Gaspar Gega, inxhinieri i madh, I krejt tuneleve të. ai quhet gjeniu i Hekurov në Austri. Mandej kam familjen Veç një vend që i ka lujt, është mërzit shumë, edhe ka kalu në depresion, ha? Që i ka lujt unë dokumenta për shoh, në shumicën e dokumentave thotë ka vdek për pneumonisë. a pneumonisë. Po, por në dokumenta sekrete thotë se ka bërë vetvrasje nga depresioni sepse I ka lujt 1 metër. jo s'është për ato. Ajo? Ja, ata në folin thashë unë. Arsyeja kryesore ka qenë ai nivelet më të larta, dhe titull më të lartë kalors i perandorisë, Reiter e ka marrë, dhe treni i parë për Itali, perandori ka hyrë me ten aty, me perandoreshën, por kur me ndryshimin e kohës, mandej e kanë shuat ministri, e kanë bërë private, e kanë deprimuar, ka shkuar në Hungari me disa punë tjera më marr, dhe nga ky deprimim që ka në zero, ka bën Ka vetvrasje. po vetvrasje. Mandej e kemi, më falë si po them, e kemi edhe dinastinë shqiptare në Egjipt me Mehmet Aliut, që e ka sunduar Egjiptin Mehmet Ali Pasha, Mehmet Ali Pasha nga Kavalla, që e krijon i shtetin cili e me mund qytet modern E Egjiptin. mund Napoleon Bonaparte, e prezant nga Egjipti, dhe mandej shpall luftë sultani, edhe ky e mund edhe sultanin pak pa u bë mbret, aty sultan, kishte pas plan, ka pëlqyer kjo pjesë që edhe Shqipnin me bëni shtet autonom në kuadrat perandisë osmane, qohet Evropa 5 shtete, i ndihmojnë sultanit, e dojnë një sultan jo të fortë, po të dobët, dhe ja shkatërrojnë këtë flotën, e lënë vetëm se e lënë si zavens mbret, zavens sultan, edhe Cadillac në Egjipt, edhe 150 vjet familja e tij ka sundur të mbreti Faruk. Te mbreti Mandej kemi Ali Pasha Pelenën, mandej te koha e re, gjysma e parë e shekullit të 20, është fillon me Ismail Kemal Bey Vlorën, babën e pavarësisë, por jo babën e komit, se baba i komit është Gjergj Kastrioti, por baba i pavarësisë Shqipënisë, ai Shqipëni që ishte, ato mundësi që ishin, pastaj vazhdoi me gjeniun e teatrit, Aleksandr Mojsiun, i cili ka qenë personaliteti më i madh sa që ka pas dëshirë edhe Charlie Chaplini mu taku me te,
ka qenë Charles Pelini 22 vjeçar, janë taku 2 herë me të, ka qenë i famshëm, ka tonë botën, ka në aktim, edhe është miqësu edhe në Rusi me vajzën e Tolstojit, Tanjen, dhe sot në mauzoleun, nëse shkoj dikush në Moskë, këtë kur, ai e ka luajtur rolin e Fegjes tek Foma e gjallë e Tolstojit me një mantil, 100 herë, dhe ku kanë dëgjuar ata, e kanë marrë kryetari i Bashkisë Moskës edhe i mauzoleumit me vizitu një zyrtare, ky e ka dëgjuar palltën e vet, mantilën e vet, në atë mauzole sot da ditë kur shkon në Moskë, ekziston aty. Është gjeni që janë shku dhe domos vepra për të. Vim me Ahmet Zogun dhe e ke futur Ahmet Zogun aty? Po, përfundon 1989. Shteti shqiptar Ahmet Zogun, i cili nuk më del mua. Pse vetë interesonon të kjo ardha? Nuk më hin pjesën bashkëkohore. Anke pjesën tjetër se jo, s'është del diçka të në problematik. Na i Unë kam qenë pak, jo për ata, unë kam qenë në Shqipni, e kom pa në arkivin qendror shtetit, ka qash falsifikime, qash krime ka bë komunizmi, qash që personat që janë gjallë, ose janë bete tyne, ose, dhe nuk du me bo luftë civile, me bo kësi par, aty e kom mbyll. Aty e mbyll, 39-ën. S'ka të përsosën gjithçka. Profesorin Nderum, shumë faleminderit që na erdhe sonte, ishte kënaqësi të pas mysafir. Faleminderit shumë për ftesën. E kemi lënë edhe herën e kaluar. Çka të vazhdojmë, një ditë do të shihemi prapë këtu. Unë kam qenë kolegi Kongës me ju, edhe pse jeni shumë më i ri se unë. Me Mihrinë kemi pas 2 emisione, ju pa njoh me të në hitet e javës, me Mazlum Mezinin, me të tjerë. Edhe motrën e Merisë kom pas kënaqësi me pas studentët më të mirë në Mitrovic. Edhe unë ju përgëzoj për emisionin, për elanin që e keni, edhe që hapësirin që jepni të gjithë pa dallim, dhe aftësinë, organizimin, sensin, humorin, erudicionin që e keni, edhe ju përgëzoj suksesin të armën. Profesor, faleminderit.